e kemi kërkuar neve, unë kam qenë ushtarak, jam vrarë ushtarë, kanë zënë arkat e municioneve, e kam kërkojtur, s'ma kanë dhenë, i kërkojtëm ndihmë bashkisë Ballshit, Qerimi Ismailajt, ai nuk na tha do të ndihmoj, ka ardhur këtu e ka parë gjendjen e di si është, shtëpia është e banueshme, erdhën nga Tirana e verifikuan inxhinierët, thanë mos banoni këtu, na i mbyllën dyert, tani jemi këtu po bëjmë 2 vjet e gjysmë, e na ka thënë do ndihmoj, ne s'duam asnjë gjë, vetëm na bëj shtëpinë. Deri në këtë moment pra në Bashkinë e Mallakasit nuk ka një program financimi për diçka të tillë. Po tani ne vetëm atë kërkojmë na, s'duam asnjë gjë tjetër, as ushqim, asnjë gjë, vetëm na bëj shtëpinë. Babain e kam të smur, e kemi të çuar mbrëm sot mëngjes në orën 5 spital në Fier, ka ikur urgjencë, ne këtë kërkojmë, s'duam gjë tjetër, vetëm shtëpinë, na bëj shtëpinë. Këtë çadër ja ka ofruar bashkia? E ka sjell bashkia, kjo është çadër e dytë që kanë sjell, se e para na i mori stuhia, e shqyeu, kjo është e dyta që na i kanë ashtur, edhe kjo është e pabanueshme, shiko si është atje brenda. Pra ju jetoni këtu 5? Po, 5 veta, 5 persona. Sigur që babai juaj është edhe në gjendje të rënduar shëndetësore, Po, apo jo? babai është me pikse gjakun trut kokës, është edhe me paralizë kronike. Si jetoni ju? Me se jetoni? Po, me të keq, me vojtje. Cilat janë të ardhurat? Po s'kemi, kemi 5 kokë dele, kemi 5 pula dedi, asnjë gjë tjetër. Ti punon? Po çfarë pune unë vojna shtylla kurrizore. Jam rrezuar ushtarak, e kam kërkuar, në Tiranë, kam ne 7 muaj gjysmë në spital ushtarak. Tiranë, 2 muaj kam gjendje kome, e kërkojtëm, kërkuam kempin tim ose dëm shpërblim çfarë isha ajo, s'na dhanë asnjë gjë. Ka qenë Fatos Nanu ahere kryeministër, e kërkuam, na gënjeu një doktor në Fier, një doktor Stavri. Po bashortja juaj punon? Po pa punë është edhe ajo këtu është, mban fëmijën. Çfarë apeli keni ju për institucionet përgjegjëse? Po këtë duam ne, nuk duam asnjë gjë tjetër. Bëjmë thirrje kryetarit të bashkisë, zotit Qerim, vit na rregulloj vetëm shtëpinë, na ribaroj shtëpinë, nuk duam ne në një vil luks apo në ashtu, ne s'po kërkojmë luks, thjesht mona bie soleta brenda, na zë fëmin, apo ne na e një çadi shtëpie. Po shtëpia pse është amortizuar kaq shumë? Po shtëpia ka kaq vite, shtëpia është me ndërtuar që kur? Po bën 44 vjet, është me arqitrar, nuk është me solet tamam. Është pa hekur është. Pra me cilësi të dobët. Po.